jakta të rinj të sot. Gjithnjë kam akuzuar të vjetrit, në fakt, moshën time në këtë kohë. Kur them moshën time apo të vjetrit, kam parasysh prindërit dhe mësimdhënësit, gjithë ata faktorë të cilët drejt për drejt kanë ndikim tek të rinjët. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin ton Open Mic, por i kthehemi kështu përsëri bashkë dhe afër juve. Uroj shumë që ky rikthim t'ju ketë gjetë me një gjendje stabile emocionale e me një gjendje stabile të sistemit tuaj nervor, e t'jeni të gatshëm për të na dëgjuar neve. Unë personalisht tashmë jam rehatuar këtu në studio dhe mezi po pres që të elaborojmë tematikën e sotshme. Do të flasim sot për diçka shumë aktuale, mjaft dinamike, por njëkohësisht dhe shumë të rëndësishme. Do të flasim për të rinjt, do të flasim për orientimin profesional tek të rinjt, për sfidat, për mundësitë dhe për peripecitë që kalojnë të rinjt e Republikës së Maqedonisë së Veriut, domethënë për këtë tranzicionin, le të themi, që kalojnë nga statusi të qenurit maturant, nga që do të flasim edhe për maturantët, sepse tashmë është koha e tyre, nga statusi që do të kalojnë domethënë në qenurit student, duke gjetur rrugtimin dhe orientimin e tyre profesional, duke vendosur kush dhe çfarë duan të bëjnë ata me jetën e tyre. Për të diskutuar mbi këtë temë kam të ftuar në studio një personazh që mendoj që më së miri t'i përputhet kësaj teme. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio profesor Naser Miftari, profesor pranë Shkollës së Mesme Qendrore Shqiptare Zeflush Marku, njëkohësisht aktivist i shuar dhe mjaft i angazhuar mbi çështje dhe mbi tematika aktivitete të ndryshme të rëndësishme shoqërore që kanë në fokus të posaçëm të rinj. Profesor, mirë se na erdhët. Është kënaqësi e jona që jeni pjesë e portalit sot dhe pjesë e podcastit Open Mic. Kënaqësia është ndërsjellë, padyshim, dhe shfrytëzoj rastin që vërtet t'ju falenderoj nga zemra për këtë ftesë që më keni bërë, sidomos në këto temat që edhe unë i konsideroj jashtëzakonisht të rëndësishme. Profesor, duke mos u thelluar direkt në temë edhe në detaje, do doja t'ju bëj një pyetje kështu pak sa më si përfaqësore, më thjesht, besoni që e kam në majë të guës dhe më duket se është ajo pyetja që menjëherë kur kemi përballë një profesor na kalon në përmend. Më tregoni kështu drejt, realisht, besoj që gjithë nxënësit e juaj që do të na dëgjojnë nuk do të hidhërohen me ju. Tregoni drejt, profesor, sa pelaxhi i kemi të rinjt, i kemi adoleshentët në ditët e sotshme? A i kemi më pak, a i kemi më shumë se sa 20-30 vite më herët që kur ju keni filluar të ligjeroni? Nga që mendoj që është sfidë për profesorët kjo. Një ndër pyetjet e para të këtij lloji patjetër do të pranoj, edhe pse më duket sikur në përditshmërinë tonë në vazhdimsi e diskutojmë një çështje të këtij tillë, por më besoni jo vetëm pse jam në këtë studio dhe e dim se është publike kjo, por gjithnjë kam thënë edhe nxënësve, edhe të rinjve në përgjithësi, gjithë atyre që mendoj se kanë shikimin nga ne për t'i drejtuar, për t'i ndihmuar. Asnjëherë nuk jam pajtuar me thënien se jakta të rinj të sot. Gjithnjë kam akuzuar të vjetrit, në fakt, moshën time në këtë kohë. Kur them moshën time apo të vjetrit, kam parasysh prindërit dhe mësimdhënësit, gjithë ata faktorë të cilët drejt për drejt kanë ndikim tek të rinjët. Disi është bërë si praktik të akuzojmë të tjerët, kurse kur është fjala për të rinj, gjithmonë të rinjt sikur janë ata kujdestar të gjitha gabimeve që ndodhin, kurse të gjithë e dim se do të shprehem me proverbin ku thotë ke kujdes ku vendos këmbën, jati thotë fëmijët, apo fëmijët përgjigjet kujdes bëj ti se unë ndjeki hapat e juaj. Dhe nga kjo thënie që vërtet nuk mund ndryshe dikush ta komentoj, është mjaftueshëm për të kuptuar se mbi kë bie bara në përgjithësi. Po a kanë gabime?
Nuk them se nuk kanë, por gabimet e të rinjve unë mendoj se janë refleksioni. Janë të ndryshueshme. Profesor, çfarë mund na thoni për të rinjt rreth orientimit profesional? Sa janë ata kërkues rreth orientimit profesional? Si pikë e parë, a janë kërkues, a kërkojnë diçka, një orientim profesional, një këshill, një diçka më shumë në këtë aspekt? Kryesisht dhe mos edhe për maturantat e kanë atë periudhën e tyre tani. Unë mendoj se edhe gjatë gjithë periudhave është kjo tema aktuale, ku do të shkoj nesër, çfarë duhet të bëhem, si do të bëj jetën, si do të krijoj familjen. Do të thënë janë një gamë pyetjesh me të cilat gjithmonë i parashtrojmë vetes edhe atë e krahasojmë gjithmonë me atë mjedisin, me kulturën ku ne jemi rritur. Më kujtohet edhe mua se si unë mendoja çfarë do bëhe. Dhe jo rastësisht unë që zgjodha profesionin mësues e kam thënë edhe në hera të tjera se kam një kujtesë se si unë zgjodha këtë drejtim, ku ishte ajo piknisja që unë të zgjedh këtë drejtim. Kemi hyrë para se të bie zilja. Ishim në fillore, klasa e parë, më kujtohet kjo, dhe 3 nxënës që kishim hyrë, unë dhe 2 shokë të mi, para kohë, jemi ullë në tavolinën e mësuesit. Edhe njëri nga ata thot, a thua ndonjëherë ne do të bëhemi të ulemi në këso karikë. Si sot më kujtohet e thënie. Edhe këtu do të dalë me njëherë tek ajo që unë u bëra edhe mësues edhe prindë dhe si e shoh tek fëmijët apo edhe tek nxënësit në aspektin profesional. Unë jam i bindur se çdo i ri merret me këtë problematikë. Çdo i ri është jashtëzakonisht i ngarkuar me këtë problem, se si do të vajmë tutje, cilën rrugë do të ndjek, sidomos në këtë kohë kur gjithçka është dinamike, gjithçka është inovative, edhe unë mendoj se këta e kanë më vështirë se sa në periudhën tonë, sepse në atë kohë dihesh të fundja se çfarë drejtimesh mund të marrësh. Tani me këto informacione që kanë të rinjt në këtë erë digitaliteti apo në këtë revolucion të them digital, ato ballafaqohen jashtëzakonisht, ndoshta do ta them me plot gojë, edhe tej mase se sa duhet duke u marrë atyre lirisht do shprehem ndoshta një pjesë, një përqindje të shëndetit psiqik të tyre. Sa ata janë përgjegjës në këtë drejtim, mendoj se janë shumë, vetë fakti se janë të ngarkuar me këtë, e mendojnë dhe mundojnë vetën se ku do t'jenë. Unë më tepër kisha dashur të flas ne sa jemi të gatshëm të ndihmojmë ata. Këtu e shoh punën time si mësimdhënës, po edhe si prind, po edhe si qytetar, në një prizmë pak më ndryshe, sa mund t'i ofroj ndihmë. Në aspektin tjetër është sistemi sa mund t'ju ofroj paraprakisht, apo sa mund atyre t'ju shpalos mundësitë që të jenë sa më të gatshëm. Marrë në përgjithësi shkollimi, sistemi arsimor, prandaj është edhe i konstruktuar që t'i formsoj si qytetar, por edhe në të ardhmen e tyre të pavarësohen, të jetojnë nga ajo që shkolla do t'i ofroj. Këtu mendoj se kemi nevojë për një strukturim më të fuqishëm në këtë drejtim. Do të kisha thënë një përqindje do të ishte mirë të shkarkojmë nga gjithë ato plan programe mësimore dhe t'ja fuqizojmë këtë segment çdo të riu, duke diskutuar, më shtruar, më hapur, më qetë se në çfarë drejtimi mund të shkoj. Do të ishte një ndihmë e madhe për ata nëse ne arrijmë që profesionalisht të detektojmë diçka që do të ndikoj në karrierën e tyre. E këtë hapësirë unë mendoj se do ta krijoj sistemi. Sistemi arsimor, po.
Kuptoj. Profesor, dua të ndëlidhem me atë që thatë se çdo i ri ose çdo e re e mendon profesionin dhe mundohet ta parazojë, themi, ta përputh me mjedisin, me atë se ku dhe se si jeton, base me kulturën, me gjenje sociale, kështu me radhë. Sa mendoni se ndikon presioni social tek të rinjt, presioni i shoqërisë në atë se çfarë ata vendosin të studiojnë, çfarë karriere vendosin të ndjekin, nga që dëgjojmë shpesh lart e poshtë, nuk po shkoj në këtë drejtim edhe pse e dua, nga që nuk e di, më tha djali tetës ashtu, më tha djali hallës kështu, është ai presioni i shoqërisë, i familjes. Sa mendoni që është ndikues, sa mendoni që është i rëndësishëm në këtë aspekt? Është njëra ndër pyetjet më të mrekullueshme në këtë drejtim, do të kisha thënë, sepse pak po t'i dëgjojmë të rinjt, kudo që jemi. Temat të cilën ata e diskutojnë në vazhdimsi është nuk kjo. A thua çfarë të zgjedh, çfarë të përzgjedh. Edhe merren me shembuj nga më të ndryshmi duke thënë, kjo më pëlqen shumë, dua të bëj. Por sa e kuptoj unë nuk ka të ardhurat të mjaftueshme, nuk di si do ja dal pastaj, do të thënë, ata vërtet bëjnë një breng, mbajnë një breng të madhe të cilën e shoshisin në cilën do kohë të tyre. Në kohën që jetojnë, duke i dhënë premisat më tepër, apo ajo që i rëndon më së shumti, çfarë nesër do të jem. Përsëri do kthehem, këtu ngecim. Nëse marrim shembujt në shtete tjera se si ata e tejkalojnë një situatë të këtij. Ngecim në aspektin e filtrimit të aftësive, të shkatësive që arrin të rinj t'i marrin gjatë shkollimit. Ta marr një shembull segmentin e sistemit edukativ arsimor në Gjermani. Viteve të 90-ta ishte, ta them mod, ndoshta gaboj, por disi ishte një valë e madhe të cilët shkonin familjarisht në shtetet e Evropës. Aty u gjet edhe vllau im me fëmijët e tij. Ata u kthyen pas 5-6 viteve dhe tani unë marr të përkthej dëftesat e marra ata në shkollimin që kishin bërë atje për t'i nostrifikuar. Çfarë më ra në sy gjatë përkthimit? Thot tek njëra vajzë mbese imja, thot dallohet në artin figurativ. Dhe jo vetëm kaq, që mu me aq përvoj punës si mësimdhënës, ende nuk isha parë në dëftesë të shoh një gjë të tillë. Shkon edhe me një shkallë më të lartë, sidomos në përdorimin e ngjyrave. Shumë detajuar. Kjo është, do thot, në klasën e 3 të fillorës. Vërtet rënqethem kur kuptoj se dikund në botë apo në shtetet të këtij kontinenti, ndoshta të rajonit, ekziston një sistem i tillë që ka për detyrë vërtet të detektoj dhe të ndihmoj në atë që ka detektuar për t'i dhënë një të ardhme më të mirë, më të lehtë, më të sigurt të rinjve. Këtë, sikur ta kishim ne këtu, do t'ishte shumë më qartë, shumë më lehtë, edhe për fëmijët, edhe për prindërit. Edhe jam më si i bindur se edhe për gjithë shoqërinë do t'ishte shumë më mirë. Sepse edhe një shembull tjetër do ta marr lidhur me këtë, përafërsisht tek neve, një përzgjedhje e këtij. Tani më duket se është gjenerata e 6, nëse nuk gaboj, e 5-ta mbaron, po, fillon e 6-ta, e hapjes së shkollës së parë shtetërore të mesme, drejtimi matematikor informatik, që është shkollë e veçantë në vendin tonë, por edhe në rajon. Ishte vit pandemie dhe unë atje caktohem për mësimdhënie. Dhe jo vetëm aq, por më caktuan si përgjegjës i asaj paralele. Aty kishim 8 nxënës, të cilët kur nuk do të harroj atë vit mësimor, të përgatitur që në fillore se për çfarë janë drejtuar.
sepse e kishin ditur, kemi përzgjedhur drejtimin matematikur informatik. Një shkollë e re e cila në stafin arsimor të vetin kishte profesor universitar. Ashtu është edhe rregulluar me ligj që lëndët kryesor matematike dhe informatik të ligjerojnë profesor universitar. Gjatë gjithë vitit kam ndjenë një kënaqësi të jashtëzakonshme me ata nxënës, sepse ata ishin të përgatitur, e dinin se me çfarë sfide ballafaqohen dhe çfarë duhet bërë, po edhe prindërit e dinin dhe vërtet funksionoi ai tregënësi pedagogjik në formën më të mirë të mundur. Mësimdhënës, nxënës edhe profesor. Edhe kjo më jep një, ta them, më bën të fuqishëm të mendoj në këtë ide se po që sa arrim të detektojmë me kohë, po që sa arrim të kahëzojmë me kohë fëmijët, nxënësit deri në sidomos deri në shkollë të mesme, neve mendojmë do t'ja dalim që t'i ndihmojmë mjaftueshëm në përzgjedhjen e tyre që pastaj do të luajë rolin në karrierën profesionale. Profesor, përsa i përket tash e kemi dhe periudhën tek maturantat, tek testimet e maturës, provimet e maturës. Si e shihni situatën? Ju jeni shumë pranë maturantave, si shohin ato provimet e maturës? Por edhe në fakt, a mendoni që provimet e maturës janë një njësi matëse e asaj se për çka është i aftë një nxënës ose sa është i aftë ai edhe pse ka qenë 4 vite le të themi nxënës në atë shkollë? Po matura në përgjithësi do ta ketë këtë detyrë ndoshta, të jetë një instrument matës për gjithë atë që ata kanë arritur, por unë mendoj se jam shprehur edhe më herët në këtë drejtim. Në formën që ne realizojmë maturën, më duket sikur është e tepërt. E them me plot gojë këtë, pa hezitim, sepse disi mënyrën se si realizojmë atë, se sa i japim rëndësi provimit të maturës, anashkalojmë, më duket atë pjesën tjetër thelbësore, në të cilën nxënësi 4 vite duhet të punoj me përkushtimin më të madh që ka. E provimi maturës do të jetë vetëm një solemnitet i gjithë asaj. Çfarë ndodh tek neve në realitet? Ndodh e kundërt. Sikur gjithë fokusi qëndron apo gjithë energjia që ne bartim do të aty ta tregojmë, kurse 4 vitet të shkojnë ashtu si dime dhe mund. Maturën e çmoj si provim, por unë personalisht e them këtë, po të vazhdonte provimi ekstern që ishte, që u praktikua disa vite, do të ishte shumë më e kapshme, do të ishte shumë më efektive dhe shumë më e dëshiruar nga të gjithë, po edhe nga vetë nxënësit, që matura të kaloj në formën më të mirë të mundur. Flas përsëri këtu se përjetuam edhe provimin ekstern, të bëhet ashtu siç shkruar, ashtu siç është rregulluar brenda ligjit, e jo të bëhet ashtu siç e bëm neve. Se edhe ajo ishte e tepërt. Nëse jam i qartë, edhe një sqarim rreth kësaj për gjithë ata që do të më dëgjojnë. Nuk kam qëllimin që ne duhet t'i shtypim në vazhdimsi të rinjt, t'i friksojmë ata, por dua që përmes këtyre provimeve të bëjmë me dije se ne punën që bëjmë duhet edhe ta testojmë. Pa marrë parasysh kush në cilin vend gjendet. Nëse është nxënës, atëherë nxënësi do ta testojë veten me arritjet dhe pritjet që i ka gjatë shkollimit, po edhe mësimdhënësi edhe prind. E jo t'i marrim disi sikur ja këto janë dënimet. Se kemi kaluar edhe në atë stad ku edhe nota na duket e tepërt. Pse të vlerësojmë me notë. Dhe ndoshta lëshova diçka që deshta të them në këtë drejtim, por e shoh të udhës
që të ngrejmë një sistem, një mekanizëm të vlerësimit. Mekanizmat vlerësues të gjitha punëve kudo që jemi, sidomos ata të sistemit arsimor janë mëse të rëndësishme. Profesor, mosha 18 vjeçare, mosha rinore, periudha rinore është moshë mjaft delikate. Mund na tregoni një këshill për gjithë mbase edhe këto të rinj që po na ndjekin, çfarë mund ndodh nëse një i ri, një i re, po themi e gaboi profesionin e vet. Po themi u regjistrua në një fakultet dhe nuk e gjen veten aty, po mundohet ta shti me zort, e ka kapluar ai stresi, bëra gabim, çfarë të bëj, si dal nga ajo gjendje. Shumë pyetje e këndshme dhe shumë me vend. Unë si mësimdhënës, përsëri do kthehem, kam pasur mundësinë dhe kam mundësinë derisa të jem para nxënësve, të shfaq gjithë atë që më ka munguar mua, edhe si nxënës, por edhe si prind, që nuk kam mund në kohë ta bëj një punë të tillë për t'i ndihmuar ata dhe në vazhdimsi e bëjmë. Duke ju thënë që nga viti i parë është vit adaptimi, viti i dytë dhe i tretë janë vitet në shkollë të mesme, aty ku më së shumti merret dia, viti i katërt është administrativ. Mundohuni që sa më herët brenda orëve mësimore të detektoni cila nga lëndët e mësimit ju tërheq më tepër. Mundohuni që atë tërheqje që e bën ai mësimdhënës, apo ajo lëndë mësimore, ajo përmbajtje që ka, mundohuni që të hyni më thellë duke bërë pyetje edhe më shumë se sa i llogarisim si orë normale. Futuni pak më thellë se mësimdhënësi është në shërbim tuaj. Edhe këtë e kam thënë edhe me kolegë diskutoj. Nxiteni një frymë të këtillë tek të rinjët, sepse ajo do të ndihmojë jashtëzakonisht shumë brenda 4 viteve të formojmë rrugtimin. Në vitin e 4 që e thëmë administrat, ju përcaktoni lëndën, cilën detyrë projektuese, në cilën lëndë do ta merrni, cilin do ta keni mentor, çfarë kuptimi ka ajo. Fakti që ti përzgjedh një lëndë mund të jetë nesër një moment shumë i rëndësishëm në studimet që do t'i kesh në ciklin e arsimit superior. Momenti që ti përzgjedh mentorin, po ashtu është një plus në atë segment. Sepse aty do të gjesh hapësirën ku ti më tepër do shprehesh, do të qilesh, do të japish brendin tënd. Dhe gjithmonë i kam sugjeruar që të zgjedhin 2, po edhe më shumë lart. Këtë e them nga përvoja, sepse ua kam thënë edhe do ta them gjithnjë. Unë si prind doja më tepër trajtimin mjekësor. Edhe atje i kisha të regjistruar të fëmijët e parë. Ishte me provim pranues, dëshira e madhe që unë t'i shoh në mantel të bardhë. Sa unë kam bërë mirë me atë. Sot nëse e shohim ku janë dhe si e gjitha ajo kaloi, unë mendoj se është një përvojë jashtëzakonisht e keqe prindi të vendos se çfarë drejtimi do të merr fëmiu